Në konkursin e hapur nga Shërbimi Spitalor Klinik dhe Universitar i Kosovës për pozitën defektolog në klinikën e otorinolaringologjisë në kriteret e përgjithshme me numër rendor 12, ku është e rënditur kjo pozitë, kërkohet vetëm diplom bachelor në infermieri të përgjithshme. Në këtë konkurs kanë aplikuar vetëm 2 kandidatë. Me 16 janar, me publikimin e listës së aplikantëve, në dokument figuron pozita mjek specialist i otorinolaringologjisë. Më pas, me një publikim tjetër me 21 janar, ky gabim është përmirësuar dhe është rikthyer sërish emërtimi defektolog. Defektologu është profesionist i fushës së edukimit special, ai merret me vlerësimin dhe trajtimin e çrregullimeve të folurit, dëgjimit dhe zhvillimit intelektual, si dhe me mbështetjen e fëmijëve me autizëm apo vonesa zhvillimore. Por Besarta Pelaj, shefi e departamentit të infermierisë në Universitetin e Prishtinës, ka thënë se studentët e infermierisë nuk ndjekin program që përfshin përgatitje në fushën e defektologjisë. Kurikula e këtij programi nuk përfshin lëndë apo module të specializuara në fushën e defektologjisë, logopedisë apo terapisë të folurit dhe gjuhës. Në lëndën komunikimi në shëndetësi dhe sipas kurikulës, elementet e komunikimit që trajtohen tek studimet infermierore kanë karakter të përgjithshëm profesional dhe etik dhe shërbejnë për përmirësimin e komunikimit klinik me pacientin, jo për vlerësim apo terapi të specializuar të çrregullimeve të komunikimit. Sipas saj, infermierët nuk janë të kualifikuar për të kryer punën e defektologut. Diploma bachelor e infermierisë përgatit profesionist për ushtrimin e profesionit të infermierit dhe nuk mund të konsiderohet diplom ekuivalente apo zëvendësuese për profilet profesionale si defektologjin. Në këtë kuadër, infermierët nuk përgatiten për ushtrimin e shërbimeve të specializuara në fushën e çrregullimeve të folurit dhe gjuhës, të cilat sipas praktikave profesionale dhe standardeve ndërkombëtare kërkojnë arsimim universitar specifik dhe kompetenca të veçanta profesionale. Programi i defektologjisë aktualisht nuk ofrohet në asnjë institucion akademik në Kosovë, as në Universitetin e Prishtinës dhe as në ndonjë universitet privat. Për këtë konkurs ka pasur reagime edhe nga Z, Asociacioni i Logopedëve të Kosovës, të cilët atë e kanë cilësuar si të papërshtatshëm. Lek Gjurgjiali, drejtori i këtij asociacioni, ka thënë se dhe vetë termi defektolog nuk përdoret më në shumicën e vendeve të zhvilluara perëndimore. Defektologjia si deg studimi e defektologu si profesion nuk përdoren si terma të tillë për shkak se cilësohen si terminologji stigmatizuese, jo të sakta dhe jo gjithëpërfshirëse për komunitetin që e trajtojnë. Një profesion i tillë fatkeqësisht akoma ekziston në mesin e profesioneve të rregulluara në Kosovë, edhe pse studimi i këtij profesioni nuk është i mundur në Kosovë e as në ndonjë vend të zhvilluar perëndimor. Sipas tij, shtetet që ende përdorin këtë term janë Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Rusia, ndërsa në literaturë teksohet se përdorimi i tij lidhet kryesisht me vende të influencuara nga Ish-Bashkimi Sovjetik. Koha që nga e mërkura u ka dërguar pyetje Shërbimit Spitalor Klinik dhe Universitar të Kosovës për të sqaruar pse për një pozitë të tillë kërkohet vetëm diplom bachelor në infermieri të përgjithshme, por deri në momentin e transmetimit të stories nuk ka marrë përgjigje.